Vdes 3 vjeçari pasi u godit nga vetura në oborrin e shtëpisë në Ferizaj. Një fëmijë rreth moshës 4 vjeçare ka humbur jetën tragjikisht në Ferizaj. Sipas zyrtarit policor për rajonin e Ferizajt Kanon Veseli, fëmia është goditur nga një veturë në fshatin Dardani, në oborrin e shtëpisë derisa ngasësi i makinës ka lidhje familjare me viktimën. Me datë 22 qershor 2025 rreth orës 18:45, nga stacioni policor në Viti jemi njoftuar se në ambulancën e fshatit Pozheran është dërguar një fëmijë rreth moshës 4 vjeçare i cili është konstatuar pa shenja jete nga mjeku kujdestar. Dyshohet se fëmia është goditur nga një veturë në fshatin Dardani në oborrin e shtëpisë, ndërsa ngasësi ka lidhje familjare me viktimën, thuhet në përgjigjen e Veselit. I dyshuari është shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj, ndërsa në vendin e ngjarjes ka ndalë një sit përkatëse policore. Për të gjitha vendimet policore është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar iniciimin e rastit. Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm dhe ngasësi i veturës është ndaluar në mbajtje për 48 orë.